Qartë. Mirë, unë duhet të flasim pak në fund tani edhe për një replik që ndodhi ditën e djeshme. Disa thanë edhe për të shmangur vëmendjen nga këto problemet e fundit qeverisë të zonjës Balluku me drejtësinë, midis kryeministrit Edi Rama dhe kandidatit të pavarur të mbështetur nga opozita për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj. Një deklaratë e Ramës e cila pastaj u përballë edhe me reagimin e Binajt. Rama e akuzon atë si aktor. Pyetja ime për ty është kush është aktori? Edi Rama apo Florian Binaj? Aktori janë gjithë. Aktor politik. Por unë nuk besoj që zgjedhja ka të rrim pak tani tek Florian Binaj. Të rrim pak te Flori, te Florian Binaj. Është njëri i nderuar, respektuar, por më duket që mungon qëllimi. Pse njerëzit, unë më kam parë në media, thuhet që ai na sjell shumë vota. Faktikisht, akoma njerëzit nuk e kuptojnë që ai mund sjell vota, por për çfarë të sjell? Çfarë do bëj ai për mua? Ka përvojë politike? Njohje ka, po pse? Po që punë për njohje, hajde të vëmë Luan Krasniqin. Ka shumë njohje, do ishte shumë i njohur se sa Florian Binaj. Pra nuk do të nisë nga njohja, se na sjell vota, se do të kapur nga thelbi. Çfarë punë ditë na zgjidh Florian Binaj? Përveç është i njohur, ditë na bëj punën. Sa praktikën është ai, çfarë përvojë ka ai, çfarë ndryshimi do na sjell, çfarë të mirë do na sjell. Pastaj të bërë fushata e zonjës Manasteliu është fushat ekspertësh, ajo ka eksperiencë, ka punuar në bashki, ka një mori, një ushtrim mbështetësish mbrapa, ka shumë para. Fakti që Rama caktoi zonjën Balluku, më duket që ka bërë dhe një kalkulim të gabuar, sepse zonja Balluku mund të ikë nga fronti, si mbështetës në front, edhe do ndjehet bosh, kështu që prandaj thashmë më parë që opozita do ta godas në hyrjen kryesore Ramën që të bie komplet PS-ja, të bie në kazan, të bie të valohet. Kështu që Florian Binaj është njëri i nderuar, respektuar. Kandidimi i Florian Binajt është të jemi pak sinqert në shprehje. Kjo është një shprehje që ka një shprehje që po lindi djalë është imi, po lindi vajzë është e juaja. Florian Binaj nuk është që ka eksperiencë, mbase dhe fiton, por po fitoj, t'jeni sigur që ka mbështetur opozita. Po s'fitoj, nuk është i joni, nuk ka, më thënë që nga caktimi dikujt jashtë nesh është pak me hile, po megjithatë është politika, kështu është taktik, është. Po pse është me hile? Pse u bë kjo zgjedhje sipas? Pse është me hile sepse Florian Binaj nuk është i asnjërit, është i pavarur. Me thonë një kandidat të pavarur, qoftë jo për bashki, po të pavarur në parlamentin shqiptar se çfarë mund të veprojë, çfarë mund ndikojë. Ai kryetari i pavarur nuk ka asnjë që e mbështet. Themi që tani që po i varur, ose është i varur totalisht, ka miratimin e gjithë dhe do ketë mbështetje të fortë, që unë nuk e besoj, ose është i pavarur, nuk ka asnjë. Pra do të mbështesin njerëz që kanë simpati personale. A nuk është një bast i fortë Florian Binaj në kuptimin e asaj që Berisha është interesuar të ruaj partinë dhe të mos djeg një nga figurat e rëndësishme tani, duke qenë se parashikohet që i fiton Partia Socialiste zgjedhjen në Tiranë, por nga ana tjetër të vendosin figurë që sido që tjetë mund të maksimizoj votën aq sa është e mundur. Pra me një gur të vras dy zogj, thot populli. Unë personalisht nuk e besoj këtë punë. Tani tjerë mund ta besojmë, edhe unë gaboj si çdo njeri gjithmonë, shpesh gaboj në vlerësimet e mia, mbase fiton dhe inshallah fiton. Por me sa shikoj unë nuk ka gjën në Terezi, sepse duke qenë shumë parti bashkë, nuk besoj, ai ndihmoi ti, pastaj po fitoi, pastaj unë t'i kam dhënë votë, unë t'kam dhënë këtë. Ne njohim mirë, shumë i njëjtë, si ne ndryshojmë ngjyrën e fushat. Gjithë premtojnë, po të merren gjithë njerëzit sa vota premtohen, do ishin në parlament shumë njerëz tjerë që sot nuk janë. Dhe unë jam atë që unë për vete këtu në CDU kam një përvojë gjatë edhe në Partinë Demokratike, po normalisht partia ka nevojë për ushtar, nuk mund të jetë gjithë general. Sigurisht. Dhe të mburrësh sepse ka marrë 18.000 vota në Tiranë, është shumë mirë, bravo i qoftë këtyre që fituan nga Partia Demokratike, por marrja votave dhe është përgjegjësi. Dhe unë nuk më bëj llogari se shiko, unë kam edhe votat e mia personale, unë do t'i shfrytëzoj kur të më duan, tani nuk duhet kandidoj, se nuk kam shansin për të fituar, të kandidoj një herë tjetër. Kjo faktikisht është politikë, s'ka të bëj fare me politikën. Edhe qytetarët, kush ka
mundësi të mendoj, do ta rishikojnë qendrimin herën tjetër, sepse unë dash votën, nuk bëre gjë për mua. Tani për të mburë që kam marrë vota është kollaj, po do të kesh të marrë edhe përgjegjësi. E kam fjalë për gjithë ato që kanë marrë shumë vota, edhe thon, sepse ne duam gjithë vendin e parë. Gjithë kanë marrë shumë vota, do të bëjmë gjithë duan të kandidat për kryetar partie. Faktikisht Partia Demokratike ka nevojë për ushtar, për bërës, për njerëz që bëjnë, që lëvizin, që bëjnë për shtetin, që bëjnë për partinë, që kontribojnë. Dhe prandaj të kthehemi, mbaruam me Florian Binaj, të kthehemi te Rama tani. Rama sigurisht që i intereson fjalë që thotë ai, nuk është se ai në vetë është i shqetësuar nga fushata për problemet që ka vet, por që kam një vërejtje edhe të madhe për median, sepse Rama përdor kafsh, Partia Socialiste ka përdor emërtim kafsh, tigri, e mbani mend kush është tigri, ngjalat e dini kush janë ngjalat, përdor knetën, përdor bretkosa, përdor zhaba, përdor kështu. Kështu që përdorimi i këtyre epiteteve tregon që është fushata janë shumë ordinera, dhe fakti që Rama e përmendi prap që Florian Binaj përfaqëson knetën janë kështu. Pra edhe media duhet të jetë zgjuar faktikisht, sepse është thyer një etikë. Ti thua një popull i tërë, një parti e tërë që zhaba dhe këndet, ku është media? E transmetojnë me këshëri, sepse përshat një parti, përshat një kryetar partie, kështu që Rama besoj që nuk e ka problemin me bashkinë, Rama ka problemin me veten dhe me të tjerët. Manastiriu besoj që do i mbetet bosh dhe shanset mbase dhe rritet për Florian Binaj, por me këtë mbështetje dhe detanishme, me këtë organizim detanishëm nuk besoj. Pastaj ka një problem tjetër që nuk është se ka datë zgjedhjesh. Domethënë i bie sikur megjithatë është përfolur shqiptarë që presin një kofom nga Italia që nuk e dinë se kur vjen. Është përfolur që mund të jenë, sipas informacioneve, po themi, është përfolur që mund të jenë diku nga mesi i dhjetorit, por ky nuk është i fakti konfirmuar. Kështu që po të kishte një datë fikse, di se kur i mobilizon fortat, bën një plan, një strategji të fushatës elektorale. Po kjo është një datë e pacaktuar dhe është një kështu stand-by politika dhe fushata besoj sepse nuk është se ka një ditë fikse. Qartë, mirë, zoti Tafaj, ishte kënaqësi për bisedën dhe për opinionet në studio. Ju falenderoj juve. Ishim me zotin Petrit Tafaj, drejt për drejt nga Gjermania, aktivist i diasporës dhe i opozitës, folëm për aktualitetin politik në vend dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditëve të fundit të javës shkuar dhe ato që pritet në vijim. Ne do rikthehemi vetëm pas pak në bisedën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim tani për zhvillimet në Kosovë. Atje ku duket se, ashtu siç edhe ndoshta pritej, nga zhvillimet e javëve dhe ditëve të fundit, qeveria Kurti 3 nuk është votbesuar në kuvendin e Kosovës dhe kjo e çon situatën sipas të gjitha parashikimeve drejt zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme, megjithse ende presidenti Osmani ka për të konsumuar edhe hapin e konsultimit me partitë e tjera politike, ndoshta për një mandatar tjetër. Megjithatë duket se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakohshme. Megjithatë për të diskutuar këto skenare, por edhe zhvillime të tjera nga Kosova, unë kam kënaqësinë kem në lidhje të drejtë për drejtë me mua nga Partia Demokratike e Kosovës, zotin Hisen Berisha. I nderuar, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit edhe ju për interesim. Shkurtimisht të flasim pak për atë që ndodhi dje në kuvendin e Kosovës, ishte data e fundit, Kurti prezantoi qeverinë e tij, por nuk u votbesua dhe tashmë rruga është e hapur për presidentin Osmani për të konsultuar partitë ndoshta një mandatar tjetër ose për ta çuar edhe drejt zgjedhjeve të parakohshme. Ti po mendon që po shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme apo jo? Po ati mendimi jam dhe ajo është alternativa vetme, sepse siç e kam theksuar në shumë prononcime, ka ndodhur delegjitimimi edhe institucioneve, por edhe e kanë humbur legitimitetin politik dhe moral kjo strukturë e zgjedhur që të vazhdoj tutin të konsistoj në krijimin në çfarë do qoftë qeverie, e cila mund vi si rezultati matematikave brenda politike, por megjithatë nuk e ka legitimitetin moral dhe as politik që të udhëheqë me vendin, e as më tepër se është bazuar të gjitha përkeqësimet, stërkeqjet politike, diplomatike, ekonomike, sigurisë, arsimit, shëndetësisë, gjitha fushat infrastrukturës, është interes strategjik për shqiptarët që të largohet kjo
qeveri, apo të mos votoj kjo qeveri Kurti. 3. Dhe tjetra është më rëndësishme se duhet larguar një herë mirë nga institucionet shkelësit e kushtetutës. Ashtu duhet mos të harrojmë se duhet larguar ata që kanë vu Kosovën përballë, apo e kanë përballur me aleatet tonë kryesor perëndimor, me theks Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kuptohet se në këtë kuvend ka personalitete edhe në këtë legjislaturë dhe në gjitha tjerat, të cilët kanë një obligim të dyfisht në mbrojtjen e vlerave të shtetit. Kanë ndodhur këto zhvillime njëkohësisht, domethënë edhe në kuvendin e Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare, dhe sinjalet kanë qenë të qarta se epoka e improvizimeve politike në Kosovë, domethënë duhet të mbyllet një herë mirë. Pra tani po shpresoj pas gjithë kësaj, domethënë 26-7 viteve në liri, ku kemi kaluar në presjatet ndryshme, politike, ekonomike, diplomatike, tjera dhe të sigurisë, ka ardhur një fazë ku duhet të treguar pjekuri politike dhe po shifet qartë se sovraniteti nuk mbrohet duke I sfiduar aleatet tonë si po është bërë, apo dhe partnerët strategjik dhe nuk mund të ndërtohen më këtë partneritete nëse nuk ndërtohen mbi principet e ndershmërisë politike, por synohet gjithmonë përmes atyre mashtrimeve populiste siç kanë qenë teksuar gjatë kësaj periudhe. Zhvillimet e kuvendit që keni pa dhe ju, për mendimin tim kanë një shënuar një kthesë të madhe, sepse mosvotimi I qeverisë Kurti 3 është një akt institucional që e rivendos përgjegjësinë politike, të paktën kështu po presoj, dhe e ndalojnë rrshitjen e vendit ka ai izolimi ndërkombëtar në cilin tashmë veç kemi futur qoftë me masat nga Bashkimi Evropian apo me ndaljen e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë mendoj se deputetët me votën e tyre domethënë kanë dhënë fund kësaj periudhe 5 vjeçare apo duke I shtuar edhe atë Kurtin që ishte me disa ditore, që ti pushteti I cili u shndruar në një instrument veç të përçajjes, përfitimeve personale, duke na vendosur përballë ose duke na përballur me aleatet tonë strategjik me thekset e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe këtu është momenti pra kur duhet me ndërtuar ekuilibrin mes sovranitetit të shtetit dhe partnerëve strategjik si dy shtyllat kryesore, të cilët e kanë ndërtuar dhe vetë shtetësinë e Kosovës. Ju jeni dëshmitar të dy administratat amerikane, kur tham dy në kuptim. Po, edhe demokratët edhe republikanët. Kanë paralajmëruar në vazhdimsi për dëmet që është duke sjellur vendit qasja konfrontuese e Kurtit. Pra, në vazhdimsi është parë si një faktor I përkësimit të raportit me Washingtonin, dhe definitivisht na është thënë hapur se është I pabesueshëm dhe I papranueshëm për procesin tutje të implementimit të interesave për geostrategjike në rajon apo dhe kombëtarët Kosovës. Prandaj deputetët e dëshmuan se nuk kanë më gatishmëri ta sakrifikojnë interesin shtetëror dhe se interesi shtetëror është mbi çdo ego politike të kujt do qoftë që mendon se mund të sundoj me shtetin edhe jo të qeverisë apo të shërbej qytetarëve. Unë veç një shqetësim kam, a mos ndoshta shkuarja kaq shpesh në zgjedhje e zhyt Kosovën pra në një krizë permanente legitimiteti sa I takon qeverive në rastin konkret? Shife, këto zgjedhje, domethënë nga ana e shkurtë deri më tani, sa I përket legitimitetit, to kanë humbur kanë shkelur çdo standard legitimitetit, edhe kushtetues ligjor edhe moral. Sepse ju dini janë 3 aktgjykime të gjykatës kushtetuese të cilat nuk janë implementuar. Që të 3 këto janë norma brenda kushtetues me automatizëm në momentin që publikohen në listën zyrtare dhe kanë atë fuqinë ergaomës që thuhet drejtësi kundër të gjithëve, domethënë nuk ka nevojë për interpretime ku ta diunë me pas procedura shtesë për implementimin e tyre. Këto janë të detyrueshme më njëherë. Dhe në të 3 radhët, po të mos ishin këto manovrimet e gjykatës kushtetuese, masat kushtetuese që ka vendosur. Ne kemi vetë deputetët në shkelje të kushtetutës. Prandaj këtu buron edhe delegjitimimi I institucioneve të cilin nuk e tha gjykata kushtetuese, supozoj gjithmonë për shkak të interpretimit të qëllimit, jo autenticitetit të gërmës kushtetuese apo rregullativ të funksionimit institucional të Kosovës, duke pretenduar të ruajnë këtë stabilitet politik brysht kështu siç është, mos më na çundë në një krizë që do të eskalonte me të vërtetë në veprime që degradojnë tërësisht
edhe besueshmërinë edhe identitetin e shtetit. Se kemi ardhur te mosbesueshmëria ndaj institucioneve, janë deklaratat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër kryeministrit dhe unë kam theksuar ne jemi në rrezik të vijmë në zbatim të institutit ndërkombëtar juridik që është RDP, Right to Protect, në të drejtën ndërkombëtare që shtetet të fuqishme si SBA kanë të drejtë të ndërhyjnë vendet apo Bashkimi Evropian, vendet të cilat nuk mund të ruajnë integritetin institucional dhe funksionalitetin institucional të shtetit. Pra, po gjitha këto pastaj bën edhe më jo legjitime kjo qeverisje për të vazhduar tutje me faktin se kemi shumë edhe probleme të brendshme, në rrafshin e brendshëm, ju dini, na jemi në një krizë të shumëfisht. Edhe në aspektin e njohjeve ndërkombëtare, asnjë njohje nuk ka ardhur që nga 2019 në tetor, kur këta kanë ardhur në pushtet. Pra, kjo nuk është çështje ambicjes politike, partijake. Kjo ka të bëjë me vërtet me interesin e shtetit. Pastaj mos harroni, jemi futur në ngershë të ndryshme politike dhe diplomatike për shkak të veprimeve pa koordinuar me aleatët. Edhe pse po mundon të interpretohen si shtrirë pushtetit ku ta diunë. Ato janë marrëveshje teknike ndërkombëtare që kanë pas afatin e zbatimit të cilin Serbia po shkel vazhdimsi. Por ne jemi futur në kurrëzime që tani më i kemi hap rrugë interferimit të Serbisë në proceset politike të Kosovës, tendenca për deeskalim sepse s'deshti Beogradi. Pastaj jemi në një tjetër përjashtimet nga defenderi. Ne jemi në procesin e ndërtimit të forcave mbrojtëse. Domethënë interesi i Kosovës është siguria. Siguria është koncepti i gjerë, nuk lidhet vetëm me ushtri, me sulme. Siguria është gjithë përfshin të gjitha ato elemente që i bën qytetarin ndjehet i sigurt nga ndonjë rrezik apo kërcënim. Dhe ne jemi përjashtuar nga defender. Pra, kemi një rritje enorme të inflacionit i cili ka ndikuar në varfërimin e qytetarëve dhe ka lënë vetëm zgjidhje ikje. Pastaj kemi aferën e vjedhjes në rezerva shtetërore, kjo është pasiguri nacionale. Po, kemi shkeljet përsëritura të kushtetutës së Kosovës, që nga presidentja deri në instancat e fundit të kësaj strukture. Kështu që unë mendoj se ka pas një stagnim dukshëm edhe ekonomik, edhe institucional, edhe diplomatik. Prandaj edhe po mendoj se me këtë votim që patëm në parlament është hapur një kapitull i ri, pra për zgjedhjet parakohshme edhe që për mendimin tim janë të pashmangshme.